Edhe tash është unboxing I helmetës Nex, modeli është XWST3 Pro Zero Carbon. Sot këna e bo unboxing helmetës që kam e përdor Peter gjatë këtij viti, nga antë vitin tjetër. Kjo helmet është e brendit Nex helmet, janë prej Portugalis, brand portugez. Premium brand, në Kosovë mundi me gjetë Autominta, Kleventoro, që e kam për pacin edhe të vetmit ku mundi me gjetë këtë lloj helmeti se keni këtë. Unë e kom vendosur me vle këtë helmet, për dallim për helmetës më mëdha që e kam përdorur. Që kjo është helmeta, tash e bojnë unboxing edhe çka është puna këtë me kallëzu që kjo helmet është e brendit Nex dhe modeli është XWST3 Zero Pro Carbon. Tash e shohim çka ka edhe jam të vështirë për herë të parë, këta e kam pa veç në për video YouTube-it, po nuk është që e kom qelë se kom dashur me pas një farë reaction me pa dhe euro real, kështu kur të qeli edhe shumë këtë bashkë. Kjo është paketimi që vjen. Looking forward to ride with you. Pishkri këtë. Qa përfshihet në të. Të përfshihet një vajzër, përfshihet është këgjat I madh, që vjen që helmeta është dashur me pas një pamje këgjat një. Qa vjen tjetër, vjen pinloku bashkë me të. Qa publikon të, për shumë në farë manuali për dërimin të nëse. Oh, jo, nice. Ka edhe një mount për kamerë. Të shumë a famin se në tjetër që të. Jo, edhe tash është unboxing I helmetës Nex, modeli është XWST3 Pro Zero Carbon. Ja, jekom dë vokët. Që kjo është? Shumë e bukur edhe këgjë agresive, po? Let. Fajzorin e ka qëtë. Qëtë më reqele. Pas ka dhe syzat. Syzat në garanti ka qëtë një farpulle. Tash I zbulojnë a keq. Kudet, a qëtë I ka. Që. Nësë të më shijet këtyra. Nice. Që për karakteristika që ku mund me po dhe me lexu, kjo është paka shumë në krahasimet që mund më marrë janë Shoei GT3 edhe Arai Quantico I saj full facet. Se të la ka për parësit edhe të metat e veta, para se me provu ka me bo dhe një video që kallëzën ma shumë për të dhe tash për dërimin, që të një sent mire ka që s'ka nevojë helmeta tjera që na prish ke pjesa për me ngjit në sena ose në kardo, të e ki sistemin gati, pjesa ventillimit që të mëj me ngjit mountin e kamerës, që kjo është pjesa mrena materialit, që kjo është material që është antibakterial, edhe për djerës, kundër djerësës, tash e shohëm, çmimi I saj 650 euro. Ka një çmim këgjat mirë, por krahasim edhe çfarë review-ja në kom pa për të krahasu me Shoein edhe me Arain, dhe pse ato janë normal të brende, po për brend tani duhesh me pagu për senet njëjta, duhesh me pagu edhe një 400-500 euro më shumë. Punt e xhamit ka pa mirë këgjat mirë, ventillim I ki 6 pjesë ventillimit hapësira, ka këtë pjesën këtë të mjekra që me tonë lojrin, këtë këtu I jeken për mu pastru, edhe na e shumë tani edhe ku të përdorëm në jetën e përditshme se qysh me na do këtë. Ka certifikim ICE 22-6, që është certifikimi ma I fundit I saj, edhe tani të shohëm, kjo është për momentin. Let's go!